Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një video postim në Instagram dërgoi një mesazh duke theksuar se siç thot ai, liria është gjëja më e rëndësishme për një serb. Bët gjithçka vitin e kaluar për të rrëzuar nga pushteti, me shumë faktorë të tjerë të jashtëm, miliarda euro të investuara, nuk ja arritet. Unë nuk jam Slobodan Miloševići, as nuk jam naiv apo budalla që t'ju besoj, tha Vučić. Ai thot ndër të tjera se do ta ruaj paqen, por do të jetë i gatshëm të japë përgjigje të përshtatshme ndaj çdo agresori të mundshëm, kaq të fuqishëm saqë kurrë më nuk do t'ju vinë ndërmend të prekni popullin serb, përfundoi Vučić. Ai po ashtu deklaroi mbrëmjen e djeshme se shpreson që të mos jetë kryeministër i Serbisë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, por nuk e përjashtoi këtë mundësi duke theksuar se gjithçka varet nga rezultatet e sondazheve të opinionit publik. Kjo mundësi ekziston nëse sondazhet e opinionit publik tregojnë se Serbia do të shkojë në drejtim të gabuar, nëse unë nuk do të isha ai kandidat, deklaroi Vučić për mediat lokale. Duke pasur parasysh që mandati i dytë presidencial i Vučićit po mbaron dhe ai nuk ka më të drejtë të kandidojë për këtë funksion, ai praktikisht konfirmoi spekulimet se do të ketë një përpjekje për të qenë kryetari i qeverisë. Ndërkohë, Vučić po ashtu pretendon se Tirana, Prishtina dhe Zagrebi kanë themeluar aleancë ushtarake sulmuese kundër Serbisë. Kjo është një aleancë sulmuese. Ka njerëz që ndërrojnë se kur ka konflikt midis pjesëve të perëndimit dhe Rusisë, kjo është një mundësi për ish aleatët rusë, si ne që të shkatrojnë plotësisht, tha Vučić për TV Informer. Lideri serb ka akuzuar vazhdimisht Kroacinë, Shqipërinë dhe Kosovën për themelimin e një aleance ushtarake kundër Serbisë dhe popullit serb në muajt e fundit. Ministrat e mbrojtjes së Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës nënshkruan një deklaratë për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje në mars të vitit 2025. Duke ju përgjigjur akuzave të mëparshme të Vučićit, ministri i brendshëm kroat Davor Božinović bëri thirrje për paqe dhe bashkëpunim në rajonin tonë. Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe çdo gjë që bën në marrëdhënie ndërkombëtare bëhet në mënyrë transparente, tha Božinović më 6 janar.